Nuk jam gjendit të gjuhej sabotim, sepse i kam pas bashkëpunëtore, i kam bashkëpunëtore ende. Janë njerëzit e LDK-s, besoj që e duaj LDK-n shumë edhe ata. Dikush më shumë se unë, ose më pak se unë s'ka rëndësi fare. Dikush është i lidhur më emocionalisht, dikush ka dhënë më tepër për një parti ka kohë. Ajo që e di është që ne kemi performuar në zgjedhje nacionale pa shpjegueshëm për asnjë partije tjetër. Unë s'mund ta shpjegoj ende se si është e mundur që vetëm LDK-s i humbin votat asnjë partije tjetër, mos ketë humbi vota. Për mua është e paspjegueshme. Pra kishte një kolaps organizativ gjithandej Kosovës, dhe siç kishte arsye politike. Por të kemi zgjedhje lokale, e pas 5 javë të marrim një rezultat të tillë nacional, vetëm LDK-s i ndodh kjo. Pra, duhet ta kuptojmë pse po na ndodh një gjë të tillë, sepse LDK-s mund të jetë konfederat e interesave lokale. LDK-s është parti e interesave lokale, pra nuk është konfederat e grupeve lokale që më pas shfrytëzojnë LDK-n për interesa vetanake. LDK-ja para së gjithash është parti nacionale. Edhe si e tillë... Me këtë e të quajmë mesazh. Jo, është parti nacionale. Po, është parti nacionale, po vetëm se janë figura lokale të cilat... Shumë të domosdoshme, pa të cilat... Po, të cilat është vështirë me ekzistu, po në fakt në në raste... Jo, nuk është vështirë me ekzistu asgjë, edhe pa mua dhe pa secilin ekziston LDK-ja. Ekziston LDK-ja gjithmonë pa secilin prej neve, sepse është ideja që na mban këtu. E kjo ide shumë më madhe se cili prej nesh. Problemi është që ne duhet të gjejmë kohezionin dhe të gjejmë defektet ku i kemi. Pra nëse ka dek s'ka pas aktivitet për gjithkohën e fushatës nacionale, ne duhet mirëmi me këtë çështje sepse s'kemi pas aktivitet. Tani përgjegjësia kryesore edhe duhet kthehet te unë, sepse kjo duhet të shihet si reflektim i shpërndarjes fajit. Por tani që kemi zgjidhur procesin e udhëheqjes së LDK-s, duhet mirëmi me çështjet bazike organizative atje. Unë do të mirë me këtë çështje. Do të kemi një sekretariat fuqishëm të terrenit, do të kemi një rreshtim të madh, edhe do të kemi heqjen e keqkuptimit të demokracisë. Demokracia nuk është me shprehje mendimin e lirë dhe me punu kundër shumicës. Janë të dyjat. Edhe shprehje mendimit të lirë, por edhe punim bashkë me shumicën. Nuk mundesh në situata të rënda të LDK-s dalësh e të godasësh shtëpinë tënde, LDK-n, edhe më pas bësh se s'ka ndodhur asgjë, pa pasur një le të themi një masë të rreshtimit për interes të grupit. Më nuk ka LDK tjetë tabelqitje për gjithka. Mjaft ka kundërshtar të jashtëm, mrena shtëpisë do të ketë rreshtim për vullnetin e shumicës. Debat sa të dëni. Diskutime sa të dëni. Vendime me shumicë. Rreshtime pa diskutim. Kjo do të jetë LDK-ja. Dhe natyrisht, parafarim edhe me ata që s'janë më me leje. Kush janë mercenarët? Kush janë mercenarët? Ju lutem regjia foton Lumira Digjiku që mi këtë trezuar mercenarët o besjan. Ta shpjegoj kështu. Unë besoj, edhe du ta them nga studia jote, këtu që ka 3 lloj mendimesh publike që na jipen. Jo politike, jo partijake. Është mendimi genuin, është i vërtetë, ai që lëm për shtypje shumë. Dhe jo për të thënë ty pse këtu, por vërtet të gjej që brenda studios tënde ka mendime të tilla genuine, që janë të vërteta, janë bindje politike, u pajtove, s'u pajtove, janë bindje politike. E dytë lloji mendimit është cinik. Është cinik në sensin që gjithçka kundërshton, asgjë si bjen tamam. Dhe është më i lehti, sepse cinizmi s'është përgjithësi. Cinizmi është kundërshton gjithçka. Pse Ermali ka vesh këtë këmish, pse ka vesh këtë kravatë, s'ka lidhje. Është kundërshtimi ndaj gjithçkave, nuk kupton që s'ke qëndrim për asgjë. Siç thonë, ciniku edhe me të patu ecë në ujë thotë s'po din me notu. Pra, ato e ki kundërshtar a priori, por mendimi i tretë është shumë i rrezikshëm. Është mercenarik, është i dirigjuar për grupeve të interesit për të bërë një agjendë caktuar dhe LDK ka psuar për këtij mendimi shumë. Unë besoj që ka gjenë agjendë e gjatë e njerëzve që kanë goditur LDK në vazhdimsi. Po tani, disa u lajmëruan vetë atëherë kur e pata këtë qëndrim. Unë besoj që ju takon juve mediave, ta pastroni veten, sepse nuk jeni të njëjtë gjithë. Jeni shumë të veçantë, bëni punë shumë ndershme, por siç ka mercenar të tillë që përveç se bëjnë punën publike sipas urdhrave të llogarive bankare, e ato shkojnë deri te aeroporti i Vlorës,